nga zbukurimi që e ka ligjësuar Allahu dhe i dërguari i tij alayhi salatu vesselam, është zbukurimi në rroba dhe veshje. Allahu i madhruar thot: O bijtë e Ademit, ne ju dërguam rroba që të mbuloni vendet e turpshme, si edhe për zbukurim. Por petku i devotshmërisë është më i mirë. Këto janë disa shenja të Allahut që ju të merrni këshill. Allahu në këtë ajet na bëri me dije se robërve të tij u dërgoi rroba që të mbulojnë vendet e turpshme, si dhe për të zbukuruar pamjen e jashtme të tyre. Dhe u rikujtoi se petku i devotshmërisë, i cili ja zbukuron robit pamjen e jashtme dhe të brendshme, është petku më i mirë. Dhe tha: por petku i devotshmërisë është më i miri. Allahu i madhruar në një ajet tjetër tha: O bijtë e Ademit, vishuni përshtatshëm kudo dhe kurdo që të faleni. Dhe na bëri me dije se besimtarët janë të urdhëruar që t'i veshin rrobat më të bukura dhe më të mira kur të dalin para Allahut në namaz. Burrave u ndalohet veshja e mëndafshit dhe arit. I dërguari Allahut alayhi salatu vesselam me një hadith thot: Ari dhe mëndafshi janë lejuar për gratë apo femrat e ummetit tim dhe janë ndaluar për burrat. Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, përcjell se pejgamberi alayhi salatu vesselam një ditë shikon në dorën e njërit prej shokëve të tij një unas floriri. Pasi ia heq nga dora dhe ia hedh në tokë, thot: Njëri nga ju ka vendosur në gishtin e tij një rreth prej zjarri dhe ka ardhur këtu në mesin ton. Pasi që shkoi i dërguari Allahut alayhi salatu vesselam, i than njeriut që ta merr unazën dhe përfiton diçka tjetër nga ai. Mirpo ai u përgjigj: Jo, pasha Allahun, nuk e marr më kurrë, pasi që e hodhi i dërguari Allahut.